A ka ndikuar familja dhe vendlindja jote në formimin tënd si person? Për shembull, ai ke thënë vetes mëso sepse është e vetmja mënyrë për të ikur nga fshati. Këtë unë ja kam thënë vetes çdo ditë kur kam qenë në shkollë. Tani familja kam mendimin që për çdo brez dhe për çdo kohë është suporti dhe mbështetja kryesore për çdo njërin prej nesh. Dhe nuk besoj se kjo ka diskutim. Sigurisht që familja, prindrit e mi kanë qenë mbështetja ime kryesore, por dhe 3 vëllezër 3 miq që janë më tritur, sepse unë jam më i vogli i 6 fëmijëve, por kam edhe 3 vëllezër më tritur se unë, kanë qenë një suport i madh për mua, për shkollimin dhe formimin tim dhe fal mbështetjes prindërve dhe të familjes jam këtu ku jam sot. Tani, ai kam thënë shpesh herë vetes, mëso se është e vetmja rrugë për të ikur nga fshati. I kam thënë mëso, po jo si e vetmja rrugë për t'ikur nga fshati. Mëso se është e vetmja rrugë për t'ecë përpara. Po t'i referohemi kohës që kemi kaluar. Sepse fshati sot në fakt, njerëzit po kthehen tek fshati. Edhe unë e kam për krenari që e dini ç'mosh kam ikur nga fshati, edhe mbasi fillova punë, mbasi mbarova universitetin dhe fillova punë në Dibër, unë kam ikur nga fshati im, që është shumë afër qytetit, në moshën 26 vjeç. Fshati është do shishi. Dhe do shishi, dhe vazhdoj të jem truaj lidhje të fuqishme me fshatin tim, me Dibrën po me fshatin tim.